Përshëndetje nga fushat e Krushës, cili lëndrit popa I fortesës Bellacerkës. Livron me traktor, ka shumara për livru, ka pas lakshti. Edhe misri po korët e ende, mufsha me taku dikon, se ma ka ndërgu një video një dit, edhe thonin si ka mundësi në Mars me korë. Për ju që ka nuk njihni, pyetni në Krushë për kushot në ati lete kini, ose në komun të ravetit, s'ka marsi, unë mi rajtë, pëse mi rajtë. Që Mars, sot 8 Mars, dita e grave që. Të shikoni misrin, tash ka heca dhe teknologjia, ka heca dhe bujësia, disa të praktikojnë ma vonë me korë, disa ma herët, disa pelojnë shkuët. Që lakrat që kanë betë në fush, si vjetë nuk kanë pas shmim, bujësia në si lloj lotrije, ndo një vit e kapë, ndo një perin kulturë, ndo një vit jo. 2024 në lakra ka pas shmim, dhe e njero. Një po bujqit se ndalin punën, tash ky I lavron, këto bohën ple. Prej tokës, prodhon toka, I përpunon prapë që I bën ple. Pasi tregu vendor mbushet sa ka bujq. Një po nëse nuk eksportohet jashtë, çmimi është shumë I dobët. Ja dhe gruri. Pastaj është një shtres që nuk e njohin lamin e bujqësisë. I ofendojnë nga njëherë bujqit, jo shtrajt, jo zoti, janë I mirë o ti. E çdo ditë po ikin. Nëse si mbrojsh ta bujq që gruri, tani e blesh prej Serbisë e prej Greqisë. Këta duhet për krahat, duhet subvencionu ma shumë. Si që përshikoni shumara kanë betë pa livru, pasi koha ka qenë shumë me shi. Edhe fshati. Moj pranver ti na sjell prillin. Ja dhe gjezërin bilbilit. Që mu mërzit kjo jetë e shkret, më dogji zemën ky gërbet. Pas kum dy, dhe më zidin edhe blerimin më duke. Se edhe blerimi po, blerimi nuk lavron me pare, kom të minjet për të bolë, pasi majta dhe bakti. Që këtu bujqit rushdave që... Rushdo ti e ki përfundu, a? Ti ku ki? Kush ka më ta liveru? A ty lëndriti, a? E ty? A dhe ty, a? A, mirë. Se kanë banor të Krushës, tash ta pysëm lëndritin sa be lavronarin. Ja. Kjo maqin shërben për mbjellin e patatës. Edhe këtë punë e krymë lëndriti. Tash kemi arrit të lëndriti I cili që sa vite lavron lëndrit? Një kokën e pauzu, se normal 2009. Prej 2009. Po një kokën pauzu, tash prej 6 vjetë. Post komunës Travecët që tirin, sot I shikon malësit vogël në Krushe, jashtë komunës tonë, a ki kërkesa në Malishev, deri një stog, a? A, mirë. Më thonë lëndriti e ka profesion të punë. Profesioni ma madh është Arek Malishev, Rovet. Po, ma shumë me bëjsi mire. Hajde, lëndrit, gjigon, dhe. Për ndryshe edhe lëndriti janë djallë dëshmori, edhe në Bellacerkë ka pas shumë të vranë. Ka kajnë me 25 Mars, e shënojnë për vjetorin, Krusha me 26. Edhe më thënë çfarë lakështije ka pas, ande to ka laksht, me traktori madh. Nuk ja pyet letrat, shoferi mirë, pullusht e mira, gjithë shka nivel.
Po tërët kjo, ku të hytë frezaj. Sa ma thellë livrohet, aq ma të mira bohen dojnë kulturët, pas i del tokë e re. Gjigant, bre! Vjen bilën këtë pjesën. Sa lokra i pas ka mbet atina. Qysh kanë emigru shumë të ri e njerëz prap toka po punohet. Pasi është dala teknologjia me qeru misën me maqina, me korë. Ka që rronë me traktor të madh, prap me frezë. Nafta sot 1.38. Si pas Lendritit, tha nëse vazhdojnë që shtu ka mundësi e rriti çmimin, pasi 2 herë gjysë e ka për ari lavrimin. Po nëse vazhdojnë rritja e çmimit naftës, si në disa vende që ka rritë thuja deri 1.50, detyrohet sepse shpenzimet janë të mëdha dhe traktorit, sidomos defektet kushtojnë shumë. Tash po ndalem pak edhe te Sala Jarani Sali Regjepi, i cili i ka shit sallatët ma herët, tash i kam djallë tjetret, generatori vetëm dhejst, shpenzime shumë, për me arrit të prodhimi. Pasi është duke i ujitër me sistem, për shlartit tash e shojmë sistemin. Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Shumë mirë kanë bo, që e kanë dhënë serën këti edhe gjithë bujqëve që bënojnë. Që qunin e pas ka këtu, vesë qenë ka këtu, duke ujit. Që salatët e reja. Nxejt po. Që fa sistemi. Puna mbarë! A pinal a pilshon? Qëta është pilshon me ujita? Që. Sistem prej slartit, a pik. Pa. Shërë Mustafa shfar sistemi. E me njëherë krejt mi vadit se qonë generatorja? Nuk e qonë, a? Pjesë. Ka sa orë tash pikin tu? Ka 2 orë. 2 orë. Zëjti i madh, që sa bukur. Ajo pjesa që nga ujit? E pas ke kry gati? Sala e ka hek një duhet salat dhe tash i ka mjallë tjerët, plus mbjallë fidanet spezve do madhe gjdo vit shet. Po, sot nuk kom kohë me shku me inqizu. Do të shkoj një ditë tjetër, tash pasi jemi afër të mbjellërve. Pastaj mundi ju qes numrin e telefonit, mundni me ble rasat. Sistem hebat. Që shka s'ka dole. Ma ta bo shi mbranda serës. Që. Që e pash bese. Shi, baba shi. Lage tokën me bori. Rrite grurin bërë flori. Vesh telefoni, inshallah po pështon.
Kjo është objekti kooperativës Krusha e Madhe, KB Krusha, me pronare Farhije Oti, që tashmë e njohin si në Kosovë edhe jashtë Kosovës, në troje shqiptare, po edhe nga ndërkombëtarët. Që traktora në gjitha anët duke punu, ashtu si bletet që dalin pranë verë, fillojnë punën, edhe buqit nuk ka mund të rovesit njëjtë. E sot është 8 marsi, Kooperativa Bujqësore KB Krusha. Projekti i Bashkimit Evropian në bashkëfinancim me Kooperativën Bujqësore Krusha, Ambasada e Shqipërisë në Kosovë. Loj, blërim loj! Shtonë motori vironi. Ma lojti makinin gos ma boni. Blerim Bilki. E këtu është edhe Kooperativa Bujqësore Agro Trade, ku mund të gjini gjithë ditë Dërokur dhe Halim Bellanicën. Koha bukur. Në ballë kem foton e Kushinotit. Temat me që kanë lullëzua. Ditë e djerë, ditë e qetë. Kjo e pemat. Sa bukur. O, sa bukur ka qelë. Mbretët veç në aksion. Në kemë kompleksin memorial. Kjo është muzeo, ku mundni me vizitu, keni gjithë shka për Krushën, pas masakrës Krushës. E këto quen Lulçi Brita i kemi quajt, edhe këtë pjesën e bardhë si fëmi Johanim. Pasi ka një faro ëmbëlsire, po kinest e ka një shprehje nga goja shërohesh, nga goja smuresh. Për ata i përdorin qajet shumë japoneste, sepse janë shërus. Qaj mare që do mos e që bleta.